A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Krijuesin. Paqja qoftë mbi të dërguarin Muhammed alayhi salatu wassalam. Do flasim 2-3 fjalë mbi edukatën në Islam. Edukata në Islam ka shumë rëndësi të madhe, se shumë njerëz thonë që kanë arritur kulturën, por ndoshta s'kanë arritur ende as edukatën. Që edukata është fillesa ose faza fillonjëse, filluese, pra që njeriu të arri dhe të transmetoj mesazhet mira islame si njeri, sepse ky amanet, ky islam ju dha njeriu, dhe ky njeri duhet të di ta transmetoj tek të tjerët. Pra, kur të ulet si njeri, kur të flas si njeri, kur të komunikoj të dialogoj si njeri, sepse fjala njeri pra është që të kompletohet ky njeri me vese të mira, me sjellje të mira. Prandaj pejgamberi ynë Muhammed alayhi salatu wasalam tha bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, tha e marr me përsos moralin mesin e juj, e marr tha me tregu mbi virtytin, mbi edukatën, mbi rregullat, mbi sjelljen. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte i sjellshëm me të vjetrit, me të rinjt, ishte pra edukator mësues, edukator për njerëzimin. Vazhdimisht në atë kohë pra ai edukon të rinin, por edhe nga ajo kohë ende, pra historia e tij, lëvizjet e tij, bëmat e tij, çdo gjë që tregojnë pra për figurën dhe portretin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, tregojnë vetëm edukim. Ka shumë rëndësi pra edukimi në shoqëri, sepse nëse kemi një shoqëri të edukuar, do kemi progres shumë të madh. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pra në surën Kalem, pra keni dhe vërtet ti o Muhammed je një shkallë, je një grad shumë të lartë të moralit të edukatës. Ti je edukues dhe qëllimi yt është që të edukosh sa më shumë gjenerata të ndryshme. Edukues ishin edhe shokët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Aliu radiallahu anhu, Uthmani, Umeri, Ebu Bekri, kështu me radhë, të gjithë në fjalimet e tyre, në veprimtarinë e tyre, në veprat e tyre që i bënin, ishin shumë edukonjës, edukonin të rinjt dhe të rejat, ju mësonin atyre gjëra që nuk i dinin, nga mësimet që i merrnin nga Kurani, sepse i tërë Kurani është edukim për njeriu. Dhe tërë jetat e të dërguarve të Zotit ka qenë edukim për njerëzimin, që njeriu të mos bëhet pra më zi se shtaza se kafsha, po të jetë njeri, sepse ky njeri është i thirrur në edukat. Edukata është të flasësh mirë, edukat është të jesh i sinqert, edukat është të jesh i drejt, edukat është të jesh i pastërt, të vishësh bukur, edukat është të flasësh bukur, edukat është të mos i rëndosh tjerët me fjalë, edukat është të shpërndash dhe selam, të thuash paqe, mëshirë, dashuri, edukat është të respektosh edhe fëqiun e afërm dhe të largëm, edukat është të respektosh edhe vatanin dhe unë ku jeton, edukat është që edhe në shkollë ose në universitet ku shkojsh ti përshtatesh ambienteve universitare dhe shkollës atje. Edukat është edhe veshja se si veshësh në fakultet, si veshësh në zyre, si veshësh në rrugë, si veshësh kur bje me thjet. Ajo është edukat. Edukat është të qëndrosh me avdes, të jesh i pastër. Edukat është të parfumosesh me një parfum të lehtë, mos rëndosh tjerët. Edukat pra është e gjitha kjo dhe vetë ishte i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam që pra përshtatej, adoptohej në çdo ambient dhe vend dhe ishte shumë edukues dhe në të folur dhe në veprimet e tij pasqyronte edukim. Prandaj lutim Allahun e Madhreshëm që të na bëjë prej atyre që transmetojmë valë të edukimit në mesin e juaj. Selamun alejkum.